Bluecast. Mirë se vini në Bluecast, një podcast ku ritmi i zemrës shqiptare pulson përmes këngës dhe artit. Unë jam Fiora Alba dhe në këtë episod do të udhtojmë përtej oqeanit, me një shqiptar i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh në kulturën dhe komunitetin e diasporës. Me një mik të çmuar të artistëve me banim në Amerikë, me një biznesmen dhe një humanist shumë të njohur në Michigan dhe në Shqipëri. Ndu ftoni, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Përveç se është një mik shumë i madh i artistëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një mik shumë i madh i televizionit Blue Sky Music. Ju falenderoj që pranuat ftesën dhe ndihem e privilegjuar dhe nderuar që jeni sot këtu me ne. Faleminderit dhe mirë se kam gjetur. Falenderoj Gzim Brahushën për në rëti televizor dhe stafin e ti, cilë sot e kam nerin të jam të podcast Bluecast, si thënë ju. Po unë kom menu që vetëm e dira ma bën podcast, por po bake edhe Gzim Brahusha podcast. Dhe unë e falenderoj shumë për ecurin e ti, keyboardi, e kam thënë edhe njëherë, bashkon të gjitha zanat muzikor e gjitha këngë, po kjo është më modern se ka bashkue edhe keyboardin, por ka bashkue dhe këngëtarët me të gjithë Shqipërisë, këngëtarët më të mirë që Pols i ka bashkue së bashkut me keyboardin në Blue Sky, i cili që në fillim e sëtë është drejt progresit. Dhe jam mirënjohës dhe krenar që sot jam për para kamerët ti. Të falenderojmë shumë për fjalën, zoti Ftoni. Na trego pak, cila është arsyeja që vendoset të shkosh në Amerikë? Shteti shqiptar që nuk ka funksionuar jësët, por ky popull ka shumë vite se në partit punës, si me këto kohët e funit, që atë që i dënë populli, nuk ka funksionuar në të vend. Ne jena në një vend që mundna me gjithë Amerikën se cili këtu ku jena. Por nga vetë që nuk ka funksionuar shteti, jem largu unë dhe me qinëra mija shqiptar nga vendimja, e cila ne kur nuk e kena të moshën shpirtin e zemrën, vetëm boshta kena midi shpirtit tonë dhe vendimjes jemi këtu. Duke një gjuhë, së nëse kishëm arrit që të adim kush është Amerika, të mirat e të qjetë e gjitha, Amerika, aty manova për shkua, thash do të gjaj vetë vetën. Se funksionën veç gjithë botës, dhe e unë manova që do t'jem gjene për të funksionue, si mas funksionimit sa si funksionaj, unë me funksionu në pikën e vogël time, në Amerikë. Dhe lashtë Shqipërinë e shkova Shtetet Bashkuara të Amerikës. Cilat ishin pritshmëritë tuaja dhe kur shkova atje, a e gjete realitetin e njëjtë me pritshmëritë? Pritshmëritë e mia në Amerikë ishte vetëm vetvetja ime. Se unë disha sa që as kam njeri, themen, as di gjuhën, as kam profesion, veç isha një njeri që kam shku për momentin si me hell një gur dhe s'kam ditë se ku shkoj. Por duke falenderuar Zotin, më dha shumë mundësi, iniciativa s'më ka mungu kur, bashkova iniciativën, korrektësin dhe zamën time të gjarë zë bashkut, cilat mua me quen në një start mesatar, aty ku më plotëson kushtet e mia. Cili ishte starti i gjitha bizneseve tuaja që ti mendove se po ja arri? Unë nuk unë nisa për biznesmen, unë nisa për të punuar. Mirë po, njeri u shkën të i ba bilt, si thonë të i nërtuar do gjanë, step by step. Mirë po në qofë se e fillon si biznesmen, në qofë se kur maran moje, ke paguë, çdo detyrim familjar, çdo detyrim shtetënor dhe ka të përvu $1, dhe me do të një, ke filluë me $1 ta në ditë punë, je biznesmen. Në qofë se je me $1 ma unë të në mujtë, nuk je biznesmen dhe është vështirë me të ecë. Dhe unë duke pa si funksionën a e shetë munova që unë të funksionoj në pikën të me të vogël.
Jeni një ndër biznesmenët që keni marrë vendime shumë të forta për të ecur përpara në Amerikë dhe keni ndihmuar shumë këngëtarë dhe artista. Kur keni ardhur në Shqipëri, keni gjetur një jetën mbështetje nga ato? Biznesi është pasion. Kur si ta njesh, si thua është hobi, është pasion. Dhe biznesi shkoj të një mund njëna tjetër ku një arrin. Unë në Shtetet Bashkuara të Amerikës arrita dhe gjatë biznese, e punuan me 10-13 punëtorë në punët e mia gjatë ditës, por që mu ma zbukuroj biznesin e jetën në Amerikë, se mu ma thonë atë që anin, dhe në detorit ma prunë vatanin, artistat, këngëtarët, humoristat, shqiptarët dhe njerëzit që më vizituan edhe në bizneset mia, edhe në familjen teme, për mu ma thonë atë që anin, dhe ma prunë në Amerikë ma prunë vatanin. Këngëtarët, artistat, si kur qili, që është në njësën në vjetë, këta janë që është në njësën tokën, dhe është në njësën ne. Dhe muzika e arti janë si droga, ose këm provu, përse droga thotë t'jep energji, do në moment dhe knasësi të malë fort, edhe këta të japin në shpirt, knasësi, energji dhe njën vetën mirë kur i ke afer. Dhe unë kam nerin për gjithë të artista që më kanë vizituar në bizneset e mia në shpendime, të Shkodrës, Tiranës, të Kosovës, për vitet që unë kisha imperialhusin salën më të madhe në detyrit 1200 venesh, dhe për mua këta artista që kanë nga Shqipëria mi kanë ndërë aty në e marrën se kërkosh. A ishte vështirë lidhja mes biznesit dhe botës së artit? Nuk është e vështirë se ata vinë të ti me shpirt, se nuk vinë më liu me ty aftë, për ata para se marrë me trup, vinë me shpirt të këti. Mirë po kur çdo gjë që ti në shpirt, është shumë kollajt atër për të bashku me ta. Se arti vjen para në shpirt. Dhe atër kanë ardhur artistat e këngëtarë që jenë taku prezent me ta. Dhe për mua, i vlerësoj më shumë këta artista këngëtarë, e këta njerëz, e këta shqiptarë këtu, se ne jemi largue, por folen e këna gjithë në ngrohtë për e këtyne, nuk ta kanë më thofë folen tonë, dhe këna gjithë në grësin më të madhe të nënë për e këtyne kur kemi ardhur. Janë më të mëdha falënderimet e këtyne dhe respektit sa ato që ke bëna për ata atje. Se ne na kanë prunë shpirt kur kanë ardhur atje. Përveç artistave, a ka qenë ndonjë fushë tjetër e cila është hasur tek ju? Për shembull, pjesa e politikës. Unë jam i pa parti, si mëndar asnjë partie. Unë jam një emigrant që du Shqipërinë dhe shqiptarët. Kam 29 vite, demokracinë e kam prek me dorë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por unë jam ai që çdo shqiptar e ka derën hapun 4 kafaksh në shtëpi time, edhe gjatë biznesit si kom pas. Unë ka taku me prit të ish kryeministin Berisha, ka taku me prit Bujar Nishanin Rahmet Past, Bamir Topin, Pandeli Majkon, Lulzim Bashën, Voltana Ademin, Eron Velid, deputet Tiranës të Shkodrës gjithë dohën, janë pa numërt personalitetet edhe amerikane, kom taku edhe president Clinton për çështjen shqiptare në 2008, ku kanë me orët e tëra në takim me ta, 6 shqiptarë, me Tony Blair më ka taku atë natë që ka kanë edhe ai kryeministri Sali Berisha në atë kohë që ishte, kryeministrin e Kosovës, tashëm që është tani, edhe atë më ka taku, të gjithë më ka taku se unë kam kanë institucion se më kanë medje, kam pas televizor në komedierë shqiptarë, plus dhe jam kanë iftum në çdo takim që ka politika nga Shqipëria, edhe kur ka ardhur Rama, e kom taku në New York, dhe unë kam nërin të takoj kryeministin aktual, kur dhe qoftë. Jam i pa parti, po unë se cilën kur nga Shqipëria unë respektaj. Për mua s'ka parti, unë jam kombëtar atje, si jam partiak. Por nëse do të vinte një ofertë për t'ju bashkuar ndonjë prej partive, do bëje një dallim? Nuk jam jashtë partijet. Me votu do të votoj, vota është në sheft, dhe do të jepit atij që është më i miri. Më të mirë në zgjellë popullit. Me qenë se është hera parë që voton diaspora, si shikoni rolin e tyre në rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Jam 29 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rasti i parë që politika shqiptare u lidh me diasporën, se s'na kanë rëmarrë absolutisht
se kemi ardhë hardu këtu, do në hardu në kënë ardhën tonë, por që diaspora i ka dur të vedan të vend në Shqipëri, duke një mu njërësivet, duke banë nërtime, duke silë paret mallet nga diaspora, por vetëm kur erdhe puna për vota, erdhe me du takun me ne, se ne asena gjallë nuk na ka ardhë kush, me thonë me ne pyt ne, veç më rast negodimeve tani që janë vodat. Në detërit ku jam unë, nuk janë shumë të interesuam me thonë të drejtën, se unë kam komunikim me shoke, me njerëz, me miq, në unë jam, që thush, kam publicitet në edhe që me shoke, me shoqëri, nuk jam shumë të interesuam për të votuar. Pse? Fëmija janë rritë atje. Për shumë fëmijët e mi janë 30 vjeç, atë që bjënë në atyne, se kush është Edi Ramas, kush është Sali Berishas, kush është ata kanë jetën e tyre atje. Dhe njerëzit e merren në punë atje, nuk merren, shumë i kanë nërtuar jetën atje, që një pjesë manojnë ma asocianas, fëmijas, mu këthu këtu a kuptën, dhe s'u intereson shumë. Gjenerata jonë, që jena një pjesë, për shumë se unë kom shkua 40 vjeç në Amerikë, dhe vitet e ardha kanë qenë të mjetë në Shqipëri. Atje janë vetëm vitet e prodhimit. Për ne njëm për vendin tonë, se trupin e këna atje, po atë shpirt në zemrën i kena në Shqipëri. Dhe na dona me pa Shqipërinë mirë, se këna vitën të vend. Kanë rrvesh të zbatë të gjitha, se po si dhe prej ka vjen nuk dina s'ka shpën. Dhe na këna dëshirë që ky vend mu ba, me funksionuar si gjithë bota, ma kupton, i ka gjitha bon si ky vend se anë një perlë, Shqipëria si nuk mund është me gjithë kun në botë një Shqipëri t'ilë, me çdo gjë që e ka, të hyp në Kala Shkodrës, shetit botën, nuk mund e shef një qytet si këta, me ujin, me plazhin, me turizmin, me borën, të në më përshku, për jore gjysë, të në më përshku, si që ke Shkodrën. Dhe i ke këna lanë, por unë bëjthire të gjithë shqiptarëve, mos ja kthej shpinën, veni vetë mund thush, pse ja ktheve ti. Ishte nisma se ishin tanë për njësër, për atë, por sot, Shqipëria ka nevoj për ne, dhe ne kena nevoj për Shqipërinë. Çdo gjë që bëhet në Amerikë, bëhet edhe këtu. Ato lule që çelin atje, çelin këtu. Ato bimë që bëhen atje, bëhen këtu. Ato pemë që janë atje, janë edhe këtu. Ajo tokë që është atje, është edhe këtu. Prolën, si këtu si atje, por duhet të kenë njerëzit afër për të punuar, për ta marrë këtë vend bekuar që nuk e ka bota më. Dhe ka nevojë ky vend për ne, jo na për ta. Zoti Ftoni, të falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij podcasti. Për ne është një nder i madh që erdhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për podcastin ton. Je një mik shumë i madh i familjes tonë. Faleminderit. Gjithashtu, faleminderit edhe për ju, kënaqësia ime. Zoti e bekoft ju, Zoti e bekoft popullin shqiptar, kudo që qoftë, dhe Zoti e bekoft këtë vend. Se ky është vendi e shpirtit jonë. Nëse jeni shqiptar dhe na ndiqni nga Amerika, mos harroni të na bëni subscribe. Nëse ke edhe të një histori frymëzuese, mos hezito të na shkruash. Bluecast, asnjëherë si herën tjetër. Nëse çdo episod i Bluecast do të ishte një flet, fleta që shkruajtëm sot do të na qëndrojë gjatë në memorie. Shihemi herën tjetër. Bluecast.